si që potencoj edhe Kryeministri Kurti, po edhe Ministri Apacolli, ky në fakt është një ndër projektet më të rëndësishme që po realizohet sot në fushën e banimit social dhe të përballueshëm Kosovë, ndërka se që dini që Ministria për Punë, Familje dhe Gjërat Shqiptare mbulon krijimin, hartimin dhe monitorimin e politikave të shërbimeve sociale për ne, ose nga këndvështrimi i kësaj ministrie. Ky projekt është një projekt ndërtimi, si që potencu është më shumë një projekt social. Është një projekt që prek drejt për drejt familjet, prek drejt për drejt mirëqenien dhe natyrisht edhe dignitetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ligji për banim social dhe të përballueshëm paraqet një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si Kosova sot po e trajton çështjen e banimit. Ligji e sheh banimin si pjesë të mirëqenies sociale, përfshirjes, sigurisë familjare, punësimit, shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes së grupeve të cënueshme. Në këtë kuptim, banimi social duhet konsiderohet si një instrument politik i politikës së përgjithshme sociale. Ligji përfshin një numër shumë të madh kategorish që tradicionalisht konsiderohen grupe në nevojë sociale dhe në mesin e tyre janë edhe familje dhe individet me gjendje të pafavorshme ekonomike, pra gjendje të varfër ekonomike, përfitues të asistencës sociale, familjet e mëdha, familjet me një prind, papunët, personat e pastre, viktimat e dhunës familje, viktimat e trafikimit, të rinjt, të moshuarit, personat me asit kufizuara, personat e zhvendosur dhe të riatësuara, komunitetet e ndryshme, si dhe fëmijët pa përkujtese prindërore pas daljes nga institucioni i strehimit. Për këtë arsye, politika banimit social duhet ndërtohet mbi parimin e gjithë përfshirjes dhe përfshirjes sociale, duke i trajtuar nevojat e familjes në perspektive më të gjerë. Banimi social ka gjithashtu edhe një lidhje të drejtë për drejtë me politikën e punësimit. Një familje që jeton në kushte të pasigurta ose shpenzon një pjesë të ardhurat të saj për qira, ka më pak mundësi të investojë në arsim, aftësim profesional, transport ose kërkim të punës. Në këtë drejtim, ministria që drejtojmë ne, së bashku me institucionet tjera dhe komuna do të vazhdojë të punojë që politikat e punësimit dhe ato sociale të lidhen gjithnjë e më shumë njëra me tjetrën. Sepse një familje që nuk del nga varfëria vetëm me një pagesë mujore, ajo del nga varfëria kur e ka dhe një shtëpi të sigurt, kur ka dhe të ardhurat të qëndrueshme dhe kur ka anëtarët e saj që kanë mundësi reale për punë dhe zhvillim. Prandaj projekti banimit social adekuat është një investim shumë i madh se sa një investim thjesht në ndërtim apo në objekte. Është investim në sigurinë sociale, në familjen dhe në dignitetin e qytetarëve. Dhe ky është edhe orientimi ynë si qeveria e Kosovës, që askush mos mbetet pa mbështetje kur ka nevojë për shtetin, por njëkohësisht që mbështetja e shtetit i krijojë secilit mundësinë për një jetë më të sigurt, më të pavarur dhe më dinjitoze. Krahas kësaj ju dini që ne vazhdimsi po punojmë dhe synojmë ta përfundojmë në qershor vitit të ardhshëm edhe reformën e skemës së asistencës sociale, e cila përveç që ka për synim mos të ndërpres asistencën sociale në momentin që një familje nuk plotson kriteret, por janë një grace periud që quhet derisa një familje të trajtohet qoftë përmes aftësimit profesional, trajnimit apo dhe mundësisë së punësimit. Ka edhe natyrisht ndryshime tjera në kuadër të kësaj reforme, siç është edhe dalja nga skema sociale vetëm se e keni në familje të moshës 5 vjeçare, në gjë të tillë nuk do të ndodhë. Kështu që jemi të punu në disa politika njëkohësisht, siç e tha kryeministri më herët, në mënyrë që familjet në Kosovë, sidomos ato që janë të cënueshme dhe me kushte jo favorshme ekonomike, të kenë një jetë të dinjitetshme, qoftë duke i angazhuar në punësim, qoftë duke i kriju kushte më të mira për jetë. Faleminderit shumë.